Do të ndalemi tani tek një tjetër çështje, një temë që do të kemi kënaqësi ta diskutojmë në studio me Ana Gjymshana, arkitekte, transformimi i shtëpive të vjetra në hapësira moderne. Kryqëzimi i historisë dhe inovacionit ilustrohet gjallërisht në praktikën e transformimit të shtëpive të vjetra në hapësira moderne, ndërsa urbanizimi dhe kërkesat moderne të jetesës së rriten, shumë pronar shtëpish dhe arkitekt po gjen frymëzim duke improvizuar mbi shtëpitë e vjetra, por si improvizojnë, a e ruajnë autenticitetin që ka shtëpia e vjetër apo e transformojnë atë nga e para? Do ta mësojmë me njëherë tani. Mirëmëngjes, mirë se erdha Ana. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes Ana, faleminderit që jemi ne në fakt për të folur për trendin e kohëve të fundit, siç është transformimi i shtëpive të vjetra, duke ruajtur element dhe pa diskutim duke i sjellë ato akoma dhe më moderne, pra një ndërthurje klasikes me moderne. Po pse ndodh kjo është pyetja? A ndodh sepse të huajt që janë të shumtë për thënë vërtetën këto kohët e fundit duan të gjejnë element edhe janë më të prirur për t'i marrë me qira apo për t'i shijuar? Apo thjesht duam ne të ruajmë traditat tona? Gjëja e parë që do nënvizoja është dallimi ndërmjet rinovimit dhe restaurës, sepse e shoh që ka një mendim të kryqëzuar dhe një mesazh që nuk është dhënë saktë në treg. Rinovim do të thotë që ne shkojmë dhe rijetësojmë dhe bëjmë diçka të vjetër e bëjmë të re. Ndërsa restaurimi është që ne marrim këtë gjën e vjetër dhe i revokojmë dhe i rikthejmë të gjitha aspektet e trashëgimisë, historike, të gjithë vlerat e saj. Në Shqipëri është rinovim, sepse restaurimi është shumë i dedikuar ndaj objekteve kulturore dhe është shumë në sasi të vogla, ndërsa rinovimi është në masë. Do me thënë, jemi shumë para kërkesave të tipit kam një shtëpi para fabrikat, më duhet ta rinovoj. Kam një shtëpi 2+1, më duhet ta bëj smart home, që tashmë ka filluar shumë të kërkohet. Sepse është ritmi i jetës i cili neve po na kërkon automatizimin dhe digitalizimin e çdo veprimi tonin. Edhe nëse nuk kemi mundësinë e një smart home, sepse padyshim që ka kosto, kërkojmë pak automatizimin e perdeve, qoftë edhe me disa aplikacione, qoftë edhe me disa aplikacione të vogla shumë elementare në smartphone-et tona. Kjo sepse është ritmi i kohës që neve 24 orë nuk po na del më për të mbaruar gjithë detyrimet tona. Dhe, okay, dakord, është nevoja për të bërë një ndryshim, për të qenë sa më afër kohës, por çfarë më së shumti preferohet si trend në rinovime? Janë shumë të kuzhinat dhe tualetet. Do me thënë, nëse do veçoja në hapësirën të rezidenciale, po flasim, jo në atë tregtare, do nënvizoja shumë pjesën e hapësirës të tualeteve dhe të kuzhinave. Sepse janë nuklet më teknike dhe më kryesore. Do me thënë, nëse kemi organizuar... Po sepse ato janë dy rrotullat që rrotullohet gjithë hapësira shtëpiake. Dhe nëse këto të dyja janë nukle funksionale, pa dyshim që gjithë shtëpia do funksionojë më së miri. Pra, ka tendencë shkojnë tek funksionaliteti më shumë? Pa tjetër, do me thënë, arkitektura kontemporane sot dhe interior dizajni sot, nuk ekziston një dizajn nëse nuk është funksional. Madje, po tentojmë shumë në objekte që kryen disa funksione njëkohësisht, sepse sipërfaqet po zvoglohen, lartësit po ulen, gjatë gjithë kohës tentojmë që një tavolinë cepi të bëj edhe kompozimin e një tavolinë e mesit, të jetë edhe si tavolinë cepi, të vendoset edhe në mes të një divani, po marrë një shembull shumë bazik. Kështu që gjatë gjithë kohës, për shembull, po tentojmë shumë që mos të vejmë më priza në kuzhinë, në pjesën murale në veshje, por ta vendosim si multipriza në banak. Që do të thotë me një push, me një del një mekanizëm në cilin ti ke 3-4 priza shuko, për shembull. Interesante. Po jap shembull shumë bazik dhe shumë real. Le ta marrim të mirëqen që një shtëpi rinovohet, le të themi, një herë në 10 vjet, ndoshta do të ishte ndoshta shumë, ndoshta ka që rinovoj më shpejt. Jo, është mesatarisht okay. Po, nëse marrim rastin e para 10 vjetëve, kanë qenë në mod tavanet e varura me gipse, me spote, që sot na vjen për të qeshur, po ashtu kanë qenë. Do doja shumë të përdora edhe unë të shkuarën, po jam pak e dyzuar në mendim se vazhdon pak. Vazhdon pak. Megjithatë pyetja ime konsistonte në tjetër pikë. Pra, kur dikush merr përsipër për ta rinovuar një shtëpi dhe ka pasur një model i cili ka qenë një lloj tendence para 10 vjetësh,
ku konsistojnë ndryshimet ditët e sotme? Pra çfarë bën dikush që do të rinovojë një shtëpi që le ta themi quhet si tendencë e kohëve që jetojmë? Së fundmi është zbrazet shtëpia. Nga gjithë këto bazorelievet në përmure, tentohet në burime hapësire të mëdha, domethënë aty ku kemi mundësi të hapim dritaret, i hapim, aty ku kemi mundësi që dritaret i bëjmë balkone franceze, kalojmë në balkone franceze, tavanet tentojmë t'i ulim sa më pak 8 ose 10 cm sa t'inkasojnë spotet apo shinat magnetike. Dhe me thënë gjatë gjithë kohës, po tentojmë ta minimizojmë dhe të bëjmë një optimizim maksimal të hapësirës dhe jo vetëm në horizontalisht, por edhe vertikalisht. Kemi dollape që shkojnë deri në tavan. Kuzhina tashmë nuk konceptohen bufe kontra bufe, konceptohen bufe kontra bufe që shkojnë deri në tavan, madje ka dhe raste që shkallëzohet. Dhe me thënë, nëse ruhet 30 cm në kontra bufe, pjesa sipër del 60, me iden që të kesh sa më shumë hambare dhe sa më shumë dollape në... Dhe me thënë, në këto 10 vite, interior designi ka shkuar si pas kërkesave të konsumatorit. Sidomos pandemia ka bërë një, dhe me thënë, ka shënuar një epok të re. Para pandemis, smart home, automatizimi ka qenë kërkesë shumë e rrallë. Ndërsa sot, edhe nëse, ajo që thash, edhe nëse nuk është në të gjithë shtëpinë, në disa element e gjejmë automatikisht. Megjithatë, Ana, pavarësisht të rinovimeve, nevojës njërë në periodike, po themi 10, 5 apo 15 vite, a ka nga ata, ose ju ka rastisur juve të jeni përballur edhe me klient fanatik të një stilit caktuar? Shumë mund t'jetë dikush që ka shumë për zemër të ketë një mobilim neoklasik, por që do ta ndërthuri, ta modernizoj me atë të ditës së sotme. Shqyqyr zotit ka, dhe janë klient që personalisht i kam shumë afër zemrës, sepse një ndër pyetjet që bëhet në një hapësirë është çfarë do të ruash. Sepse ka shumë rëndësi, sidomos në hapësira në cilën jetohet, ne duhet kemi shumë kujdes me kujtimet, sepse një interior design ajo që bën kur shkon edhe prish mure, apo prish kuzhina, apo prish tualeta, apo dhoma gjumi, ne kemi hyrë në të shkuarën e një njeriu. Kështu që duhet kemi shumë kujdes të ajo pjesa. Çfarë do ruajmë? Dhe ajo që ne bëjmë është e marrim këtë objekt, apo qoftë edhe zonë, dhe bëjmë analizën. Dhe me thënë, cilat vlera duen shtuar, cilat vlera duen minimizuar, sepse vlerë ka. Nuk mund të them që ka minuse, prandaj përdora vlerë në të dyja rastet. Dhe ka shumë raste që një interior fillon pikërisht nga një momenti. Dhe me thënë, një sunduk, një mobilje, një etazher. Kemi shumë anvisa që veç qelqurina sa shumë që kanë. Batanijet, në cilat mund t'jenë të qëndisura dhe t'i kryon, pastaj jastëk, që fillon dhe i lidh elementet. Dhe më thëmë, po jam gjatë gjithë shembuj konkret, që të kuptohet sa e prekshme është gjëja. Kështu që unë personalisht i kam shumë gjang, këta njerëz që duan të ruajnë pak të vjetrën, sepse gjithmonë do propagandoj që nuk ekziston një re nëse nuk ka një themel të së vjetrës. Megjithatë, shumica e qytetarëve i bëjnë ndonjëherë rinovimet për ta shijuar vetë shtëpinë e tyre se u ka kaluar koha, por ka nga ata që e bëjnë edhe për t'i rritur vlerën pronës. Në rasti konkret, ju si interior designer, si arkitekte, bëni zgjidhje të thjeshta me pak kosto për të dukur më bukur, apo jeni të predispozuar tek materialet cilësore, te luksi, tekstili që përfaqëson shtëpia? Jo detyrimisht, gjithmonë do propagandoj që ekziston një thys ndërmjet një cilësie të mirë dhe një çmimi të mirë. Ajo që ka nevojë si të dhënë shtesë është pak mjeshtri dhe pak zgjuarsi dhe pak vrarje mendje më shumë. Jo detyrimisht të kesh një hapësirë të mirë do të thotë që është luksoze dhe që është e kushtueshme. Luksi sot është një diçka që i përshtatet çdo njeriu dhe është si shenjat e gishtave. Çfarë është për mua shumë e rehatshme, nuk ka pse të jetë për ty. Kështu që realisht mendoj që koha sot bën që praktikisht hapësirat të flasë gjuhën tënde. Hapësirat duhet të jetë sa më e rehatshme që në momentin tënd më kaotik ajo të japi rehati. Kjo është ajo që ne bëjmë sot. Prandaj ti vjen tek një profesionist në mënyrë që të rrisësh standardin e jetesës. Dhe të gjitha janë analiza të mirë menduara, nuk është se
renovim bëhet, pam një stil fatkesisht në Pinterest, le ta themi, apo në Google search, dhe ne duam atë. Jo, nuk ndodh kështu. Është një analizë shumë psikologjike që pastaj transmetohet në një analizë volumetrike. Po, pse nuk ndodha, Ana? Unë mund të pëlqej një stil dhe mendoj që mund t'i përafrohet me inkubaturën e shtëpisë që kam. Pse nuk pra? Çfarë nuk shkon tek ajo çfarë unë pëlqej sipas analizës tuaj si profesioniste? Detyrimisht nuk shkon. Do me thënë, patjetër që çfarë do e të klienti, çfarë duhet e punë. Dhe ajo që bëhet është një ndërthurje. Eksakt. Bëhet simbioza ndërmjet dëshirave dhe kërkesave që ka klienti dhe realisht hapësirës, sepse dhe hapësirat nxjerr të dhënat e veta, nxjerr një inkubatur, nxjerr një metratur, nxjerr një burim driten, ne bëjmë një djallëzim, nëse do kalojmë në arkitekturë, pastaj bëjmë edhe një analizë të erave, të materialeve etj. Të gjitha këto element vendosen në hing. Dhe pastaj del një rezultat që ty të përshtatet, që familjes tënde i përshtatet, apo qoftë edhe biznesit, jo detyrimisht... Pranohet gjithmonë kjo? Është pak e vështirë. Sepse duhet shitur në mënyrën që klientit, unë e kam shumë gjanë fjalin që fjala duhet jetë krevat për veshin. Dhe ne përpiqemi shumë që t'i shkojmë klientit si në mënyrën që ta përqafoj të rreth, sepse është pak e vështirë dhe me të drejtë. Më pëlqeu shumë fjala që tha Ana, shtëpia stili duhet flas gjuhën e klientit, e ka vënë në resta klasik jam Matilda, unë përveç stilin barok, edhe në mënyrën kur flas, pa çfarë thua. Bravo. Po unë çfarë i bie të përfaqësoj? Nuk e di. Me Ana. Bravo. Faleminderit shumë që ishe me në studio. Ishte shumë kënaqësi.